Unë as për këtë çështje nuk mund të spekuloj aq më shumë, masi që në këtë mandat unë nuk jam deputete, por unë në këtë rast dua ta ndaj mendimin nga Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe këtë mendimi jemi personal. Varet se çfarë marrëveshje do ishte bërë mes partive politike, por zotni Haradinaj është një personalitet i cili vërtet mund t'i përmbush kriteret dhe nevojat e Kosovës momentalisht për president. Megjithatë, nuk mund të spekuloj askush, as vetë Haradinaj, sepse aty duhet të pajtohen partitë politike në mënyrë të veçantë vetëvendosja, por siç është personaliteti, kontributi, përvoja e zotit Haradinaj, nuk do ishte keq. Besoni se nuk përjashtohet mundësia për një palë zgjedhje të reja nëse nuk arrihet një marrëveshje politike mes partive? Asnjëherë nuk përjashtohet mundësia, nëse partia e parë, prapë, e cila ka përgjegjësinë dhe po përsëris, nuk është i gatshëm që të ulet, të bisedojë me partitë politike, të gjejë kandidat të pranueshëm, jo nga vetëvendosja, atëherë natyrisht e vetmja mënyrë mbetet për të shkuar në zgjedhje. Dhe kjo prapë po e ndaj mendimin, sepse nuk është që kemi marrë vendim edhe përkërcisht, se duhet të marrim vendim si subjekt politik që duhet ne vërtet të edhe kësaj radhe si herën tjetër ne t'ju falim votat dhe pastaj të kthehet një presidente gjithherë në anën e qeverisë, apo të shkojmë në zgjedhje. Nuk e kemi marrë një vendim të tillë, por ky është mendimi im. Prapë, sa herë të kërkohet, unë do kisha sugjeruar që të shkojmë në zgjedhje dhe asnjë vot nuk duhet t'ja falim qeverisë në pushtet. Ata duhet të mësohen se për një vot duhet bëhet marrëveshje politike. Por megjithatë mbetet për ta shikuar. Në fund të kësaj interviste dua t'ju pyes gjithashtu